Tri kërkesat e Trump nga Irani për të parandaluar atë nga nisja e një sulmi me armatën amerikane. Donald Trump të mërkurë nisi një raund të ri retorike agresive kundër Iranit, duke sugjeruar se nëse Teherani nuk pranon një sër kërkesash të vendosura nga qeveria amerikane, ai së shpejti mund të nisë një sulm me shpejtësi dhe forcë. Kërcënimi i Trump për një sulm të dytë nga forcat amerikane kundër Iranit në 8 muaj erdhi ndërsa aeroplan mbajtësi Abraham Lincoln, së bashku me anije të tjera luftarake, bombarduese dhe avion luftarak, zon pozicione në rajon në distancë goditjeje nga vendi. Presidenti amerikan nuk dha detaje rreth marrëveshjes që kërkonte, duke thënë vetëm se një armatë masive po shkonte drejt Iranit dhe se vendi duhet bënte një marrëveshje. Megjithatë, zyrtarët amerikanë dhe evropian thonë sipas New York Times se ata kanë bërë 3 kërkesa ndaj iranianëve në bisedime, ndërprerje e përhershme e të gjitha llojeve të pasurimit të uraniumit dhe asgjësimi i rezervave ekzistuese, kufizimi i rrezës dhe numrit të raketave balistike, si dhe ndërprerjen e çdo mbështetje për grupet që veprojnë si satelit të Iranit në lindjen e mesme, përfshir Hamasin, Hezbollahun dhe Huthitët që veprojnë në Yemen. Gazeta amerikane vëren megjithatë se mungon plotësisht çdo përmendje mbrojtjes së protestuesve që dolën në rrugët e Iranit në dhjetor, edhe pse Trump kishte premtuar në postimet e mëparshme në mediat sociale se do t'i ndihmonte ata. Sipas raportit, kërkesa e parë që Irani të praktikojë të gjitha aktivitetet e pasurimit dhe rezervat aktuale të uraniumit të pasuruar, do të ishte e vështirë të verifikojë. Në marrëveshjen bërthamore që Irani arriti me administratën Obama në vitin 2015, Irani hoqi dorë nga rreth 97% e rezervave të tij të uraniumit, të cilat u zhvendosën jashtë vendit. Objektet kryesore të pasurimit në Natanz dhe Fordow u dëmtuar rënd qershorin e kaluar dhe nuk ka gjasa të rihapen. Kërkesa e dytë për të kufizuar rrezën dhe numrin e raketave balistike do ta bënte pothuajse të pamundur që Irani të godiste tokën izraelite. Raketa janë pengesa e fundit në arsenalin e Iranit kundër një sulmi të ri nga Izraeli. Një sulm i tillë nuk duket i afërt, por kryeministri Benjamin Netanyahu ka kërcënuar me sulme të reja nëse Irani riarmatoset. Kërkesa e tretë, e cila ka të bëjë me ndërprerjen e mbështetjes për forcat që veprojnë si satelit iranian, është ndoshta më e lehtë për Teheranin që të përmbushet. Ekonomia e Iranit është dobësuar thellësisht. Moneda e tij ka rënje në nivele të reja dhe qeveria ka pak për të shpenzuar për ish aleatët e saj, të cilët po vuajnë nga sulmet intensive izraelite. Sipas sekretarit të shtetit të SBA Marco Rubio, i cili para ligjvënësve amerikan tha se grumbullimi i forcave rreth Iranit është kryesisht mbrojtës, sepse 10 mijëra trupa amerikanë në rajon ishin brenda rrezës së dronëve dhe raketave balistike iraniane, shtoi se ishte e mençur dhe kujdesshme të rritej prania e SBA-s, por se forcat amerikane gjithashtu mund të veprojnë në mënyrë parandaluese kundër Iranit. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi paralajmëroi se ushtria e vendit të tij është gati me gishtin në këmbës për t'u përgjigjur çdo sulmi amerikan, por ai nuk e përjashtoi mundësinë e negociatave mbi programin bërthamor të Teheranit.